Pikën e 7 rezultatës, shqyrtimi propozim argumentimit të vënime për qëllimit në raportin e shmurë të raportin financiar për vitin 2024 të timë dhe shqyrtimi sociale të shqerë. Për në shqyrtimi Nisë të shok, të hapin diskutim për këtë pikë e rezultatës. Nuk ka. Drejtorë. Për të qenë asociat. Sa në sëri? Të gjuhë në fjallem përgjigjen kretarë e qita të të nëserit. S'po di kur zhokë është e s'kam dhe. Më thonë, dhe drejt, asaj edhe ata elektori ma besniki për vëdës po thonë që ardita është kukull e rakmi, se ajte, kjo s'ti kur që kështë e ka ndrotë. Kjo në gjenjë ajte dhe kur fari. Të ndërlidhe me këto se i paket qëshës për punë sociale, drejtori nuk është se ka një kodë gjatë aty edhe nuk është se mund të bëjnë dhe kritikë. Por ja shto një rast që ka qenë njoftuar ku në atë institucion janë largu 7 veta me marrëdhënie të punës në kohë të pacaktuar. Dhe si drejtor që pretendon, ose që tashmë dhe je, në ushtruat në funksion, minimumin është dasht kesh natyrën e përgjegjësisë që mash në këshill juridik jo vendimet e inatëve 2 individëve si që ai Radmia dhe Ardita për heqje kokën të 7 punëtorëve me kohë të pacaktuar. Dhe unë këtu e kom paralajmëru natyrshëm pa ndonjë udhëf se e kuptoj që kina në shtete i radhisni njerëz se ju. Po kjo tendencia hakmarrjes tregon shumë për karakterin. Dhe kjo hakmarrje ndaj 7 punëtorëve, ku e di vetë drejtor, që tashmë gjyqi ta ka rikthyer një me vendim të plotë. Në anën tjetër edhe 2 punonjës që ti i ke shkarku në mënyrë arbitrare, duke treguar një lloj papërgjegjësi ose ta quajë edhe papjekurie të udhëheqjes së institucionit. 2 tjerë janë rikthyer me kohë deri në përfundimin e seancës plotë. 7 punëtorë nga puna nëse largohen, marrin një mesatare 2 vite zgjatjes së procesit zgjedhor, që derisa përfundon, i bie që diku rreth 12 deri 15 milion dinar komuna paguan dëmshpërblime që ju e keni patjetër mirë arritur. Dhe pyetja ime këtu është ku është sensi i përgjegjësisë sot? A me çfarë drejte ose me çfarë kuptimi ti i përgjigjesh një vendimit 2 individëve që janë tërësisht me mëllaf personal? Edhe atë institucion është një krizë serioze dhe financiare. Ku ti e di çdo ditë ke edhe obligime financiare. Një gjyq është i përfunduar, ku në raport figuron që 3 milion sa dinar, ku unë kundërkohë që edhe atëherë kur përvëtëja së bashku me apënëm ndaj drejtorit, ish drejtorit në zmeshë. Në thëmë, është një gabimet që ti këti hire në rencat shumë qarta dhe unë lësoj që aty ki të regu një lloj
apjekurisë përqyse të kimosh, po është lloj pagësie totale ndaj urdhrave tërësisht fanatik. Duke hakmarrë edhe familjarët vetë, lemo atyre që ishin edhe të tjerë. Kështu që drejtar për këtë kisha pas një lloj dëshirë, një lloj sensibiliteti përgjithësie këtu para konventit, sepse është kronik e një ngjarje të paralembuar, sepse është bërë pa qëllim ose kur jone ad hoc, thjesht është një vrasje me dashje të quajtur. Sa i përket ai institucion të di që drejtori më pashëm e në Latifi ka marrë një kontribut dhe ka një imazh rajonal se një qendër jashtëzakonisht të suksesshme, ku janë shërbyer kategori. E dyta, në anën tjetër, prej kohësh është gati qendra në shoqëri dhe nuk e di pse gjithë kjo zgjatje ku 2-3 herë vetëm është bërë fotografia në Facebook për marrë meritet e dikujt që si ka bërë dhe vetë, nëse është gjeni me thonë një falënderim për atë punë që ka bërë dhe një pushtet më tash. Kështu që këto dy pyetje. Faleminderit për diskutim më tjetër. Nuk ka, po natë. Ju përshëndes gjithëve, se përket pyetjes Samiu për që është kthy me mendim të plot. E ki fjalën për Liridonin, sigurisht. Po, Liridoni unë nuk e këndem. Liridonin, domethënë ka të bëjë me një periudhë para meje. Unë e kur kom marrë vetëm se më ka ardhur mendimi i gjykatës, cilën kuptohet e kumë respektua dhe ajo është evalidun në punë. Sa i përket largimit punëtorëve, unë drejtor kom ardhur aty me 15/10/2024. Kurse me datë 7/10/2024, do më thonë një javë e tepër para se unë të emrona drejtor, veç në gazetën zyrtare ka dalë vendimi i kuvendit komunal dhe i këshillit komunal për shkurtimin e mjeteve për projektin. Edhe une shka ku mujt me bo aty në atë rast, për shembull, kur nuk i njete, qysh mi bon patët, për shembull. Cila është forma. Edhe kuptohet që këta ushdash t'i largojnë. Duke u bazu në praktikën e mëparshme, me 25/5/2022, qeverisjen e juve, keni sjell vendim identik për shkurtimin e mjeteve të qëndrimit ditor pranë qendrës për punë sociale, dhe me atë rast, drejtori më parshëm, këtë rast Liridoni, shka ka mujt me bërë, atë si une, i ka largu 6 punëtor. Do më thonë, këtë mendime këti marë me 11/5/2022. Që do të thotë, një drejtor, kur themelusi i projekteve, sepse qëndrimi ditor funksionon përmes projekteve financuesit të cilit është Komuna e Preshevës. Komuna e Preshevës sjell na vetëse në qendër për punë sociale vetëse e ekzekutojmë dhe zbatojmë atë projekt. Në moment që themelusi i shkurton mjet ose e ndaj komplet projektin, sikur që ka ndodhur me 31 jetor 2024, kur i ka shkatuar fati projektit, është marrë, domethënë, vendim që ai të ndërpritet. Sa i përket kontratave, në kontrata, aty kontratat janë themeluar sipas nenit numër 37, ligjit mbi ligjit punës, ku komplet ky nen ka të bëjë me punësimin në kohë të caktuar.
Do më thonë, ata kanë pas kontrata në kohë të caktuar përmes aneksit. Prap duke u thirrë në nenin 37, ju ka lishu vendim i përhershëm, por që në pikën 2 vendimit, që e kom që aty një kontrat, shkruan se në kohë të pacaktuar gjithësisht deri në mbarimin e projektit. Do të thonë, afati i kësaj kontrate të pacaktuar është deri në mbarimin e projektit. Se këtë shoqëres, unë e kom gjetë që kom gjetë, ju mbo punë aty është e vërtet, ju mbo punë të mira, u rregullu. Prej kur u nis pushteti që e ka fillu, mandej kanë biju punë, nuk e di pse, nuk e keni përkra drejtorin me bo legalizim. Sepse për momentin, Qendra për punë sociale nuk ka kurrë ingerence në ato objekt. Ajo objekt është i komunës. Financuesi i projektit është komuna, punë kryesin e ka zgjedhur komuna. Deri tash, unë bashkëpunim me udhëheqësit e pushtetit lokal, kryetarën, e kemi kryer legalizim. Legalizimi është kryer, është lidh rryma, është bërë testimi i sistemit rrymës, ka mbetën punë kryesi, është ndërmarrja i IOM-i, nuk e për arsye të ndryshme, ende nuk ka ardhur me lidhën furnizimin me ujë, jo në punësët aty. Në moment që lidhet edhe uji, faktikisht aty mbetët vetë se t'i bën analizët laboratorike të ujit edhe të bartën fëmijët atje. Qëtër problem kur parë s'ka aty. është këtë. Kuptoj që ti përpiqesh me nxjerr argumentet pa argumentueshme për ta mbulu ata udhërovënëse për atë ndërprerje. Këtu e kime kuptimin tim, pavarësisht se thu. Ama gjërat janë të qarta. 4 punëtorë që i cegës ku ka vepruar drejtori më bashkë, kanë pas kontratë me kohë të caktuar. Edhe e thon publikisht, ka qenë gabim që kanë ndërprer për 3 muaj. Edhe nëse zgabohen, për ata 3 muaj ata kanë fitu drejtën e vetë të kompensimit. Po kur kontrata është me kohë të pacaktuar, nuk jeti përgjegjës me bëjnë interpretim juridik, është legale apo s'është legale. Më thonë se tjetër kush i ka atë kompetencë. Tash që brenda 1 muajit i ka kthyer 2 punëtorë deri në vendimin përfundimtar. Në cili është shpjegimi? E ke marrë për sigur një punë që nuk të ka takuar. Kur është kontrata me kohë të pacaktuar, nuk është çështja e drejtorit më. Mund të me pas dyshime, vjen inspektoriate të caktuara. Po ndërmarrje e tillë, kjo shifë qartë që ka qenë një veprim puro politik. Edhe për këtë veprim puro politik të inatëve të 2 individëve, komuna i ka pasojë 15 milion dinar. Edhe për juve kjo është fare normale, 15 milion, nuk janë tonët me hajtë se i e bëjmë qarë. Kjo të regon që i kera pa përgjithësime 2 udhëheqëve, se që më të akuzu të. Kështu që është dallimi madh, kontrat me kohë të pacaktuar dhe kontrat me kohë të caktuar. Ti s'është diçka që në bashkënë që se kupton. Në dore përshëndetje, sa për një sqarim të u glorifikur unë i drejtorisë sociale, që po marrë fund edhe u demantu, po në njëtin nga kryetari i LR-s, se ai këtë pas ka dashur njerëz që kanë qenë me kontratë, po ata me kontratë. Tu i bje sigur ai fjala popullore një nga hoqë. Ma ka vra, jo të tjema, nësë është hajvar.
Jo, jemi ato, për dinin tonde, 6 kontrol që ka larguar të re. Njërë për tyre, u flasë për ata që ka kam informatër. Që e shonë 2022, ka pas kontrol për 6 muaj. Ate psikolog klinik, Saro, që bashkë duhet atë institucione. Dhe pajs ka du, a fati 6 mujor, për para e ka largu. Drejtori që të fole fjallë të gradije. Dhe që, andaj, kemi kujtesta. Aty, çdo pushtet që vjen, jam kundra me largu njerëzit që kanë kontrata. Por, e kanë gjithë iniciativin, edhe një të pashkët, edhe na, që i tash. Por kemi kujtes. Por veç me akurizume. Është dallimi i madh është statuti dinar model në institucion, edhe ndryshe është dallimi kur dënohet me 500.000 dinar. Dami moral e pranoj që është bëu gabim, ama është mos mbrojt pa mbrojtsh. Se mos e krahaso 400.000 dinar me 500 milion dinar. E vërtet. Se janë parat taksapaguesve që ti japë pa. Gabimet janë të shtrejta. Mojnë mend. Po ti bën gabimet Ato që shire, jo. me miliona, apo me 100 mila. Dhe zot pi, pyetjet tjera për kupton. Sot pse me largon motori profesionist, psikolog klinik, që i duhet asaj qendre për ata fëmijë duhet të kontribuojnë. O profesor tha, ti e debet tha, pinar, i kom me drejtor. Nuk e kom drejtor, se kom bëjë të tjilë. Andaj, a i ka pranu, pinar dhe ta dati, i di që shkotim. Tu që s'ka vend për diskutim. Jo, më kështë të aksetan hundje dhe 5 milion dinar. Pas ka lidhe ba, Padova, çështja është te veprimi morali politik, çysh i largoj ai? Pse s'pritet morali politik ta serova. Edhe në mëshe, ata rëkëtimi me radhon hapë. Ata duhet, u dashme. Ti përton me veti e 15 milion dinar për ahup institucionit me një komunë më të varë. Efekti është shumë. Po përgjegjësia është... Atë se Samia ka morë edhe orën e gjykatësit tash sot seancë edhe po bon... Unë ty s'për mjerë që kujtësi. Jo, do po bon orën e gjykatësit dhe ako pjesë pushtet. Ka të ashtë këtu varë, Mos fali dhe da me që këtu të jetë. E akuzoj pushtetin me do mashtrime, si zakonisht unë nuk thonë Samia është mirë për faltorë. Për ata që nuk njohë, Samia shumë mirë. Po ti ku mjerë, Që është të besoj. Mos fali dhe Në atë njohë pëse që një 20 vjetë janë aktiv politik, që një 70 vjetë që a ki bo dribllime në politik. Në atë njohë me shumë mirë ty si politikanë. Vetë mu t'i koshin nuk njerë, thot kjo gjallë e pas ka përni me mirë. Dole këto thakë e largu njerët me vendimet përhershme. Drejtorit aseroj shumë mirë edhe menin, të cilit ju ka referu ajë që i cili e ka bo aneksin e kontratave. Atëherë edhe e drejtorit pas ka bo në mundar tondit. Praktikisht i tjesh ashtu si shatë dole të drejtor. Që që une nuk e kuptoj logikën, unë me pasën shkar propaganda është kjo, kurti i jem vendim përhershëm të kujt me një projekt i cili ka afat një veçan. Ajë projekt nuk vazhdu qdo vjetë, nuk ka pas, nuk mund aty me bo kontratë të përhershme, njëjtë mu tokë edhe manipulu se krasimi, se nuk e kuptohen fillim kur tha u këtry një kontor me vendim. Sa e di unë e Liridoni, ishtë drejtori Liridoni Latifi, u këtry si kontabilist në dokët, mrenda qendrës sociale, nuk u këthy në projektin e qendrimit të tokë. Që ka dalim... Nuk se një ku këthy? Ka dalim Liridoni, ka dalim edhe ajo projekti i qendrimit të tokë. Ku këthy në se një? Ta të tjerë, si t'janë me projekt, janë të u këthy, nuk e u këthy asë në vendim, e tha dhe veç u këthy deri sa të kryhat procedura gjyqësore. Tash nuk e lije çfarë vendimi është, era që shma është një pyetje, dhe ka më pritë vendim përfundimtar. Edhe në fund dokët, po logikisht, unë nuk e besoj qysh mund të me marrë vendim një person me një projekt i cili ka afat të vjeçar. Kjo ka qenë propagandë e juja, unë pak të nëbesoj me qasë sa marvesh, me thonë dikujt vendime e me thonë që nga për japin po këta e më të shqipoj të qesit. Dhe që ta ki përdorën ta kuon, i marrën me këta vendet e punës, e cila për të dhe më punë më regullim, si që punë më regullim situatën asot, po drejtori ta sjaroj edhe me në cilit jugarët e ju. Tash edhe vjen koha e gjyqit, që i da do zgjyqit, shka më dhunë ata persona. Në fund, në qatë vendim mund të më basu për ju. Vjerë, në një gjyqit i derë zgradhirë, se si e seriosën, ja. Po, ato e shumë, edhe këtë akuzën tonë për 15 milion, e shumë me apër të tot aje. Se te ti në Savaj e njëse me akuza jesë një serios, të e mujë sa anësa, të s'kimon të mujtë.
Ti kur i kom kryetar kuvendit 8 muaj, 9 muaj s'ke marrë fjalë. E ke marrë çat pushtet. Me 8 muaj, 9 muaj pa marrën pjesë në asnjë seancë. Jo po ndronë, po shkarkono, ka mujt më bëha gimi. Ti i kom kryetari i kuvendit, i cili ke ardhur në propozim me bo pranë në zanë kryetar, ka ke ndruar në seancë se ke marrë ndjen. Kështu që ti ke bua ato manevrime, nuk i kena bëna. Unë si zanë kryetar, ku më vonë vullnetarisht, por me bashku një subjekt tjetër në koalicion. Kur fakt keq s'ka, më vonë dorëço vet, as nuk më kanë ndruar emrin me datitës siç e kanë ndruar në seancës. As nuk kena bëu këto salltat që i ki boti për një 8 vjet e fundit që i ki prishën në këtë koalicion. Da këtë prishët e vojnë emrin tonë. Fuqia elektorale nga rritë zëtë një. Ato ka rritë që ti fuqia elektorale. Shamendore. O Samir, po fuqia elektorale ti që ke rritë në etime. Që ke rritë? Edhe na kena rritë për një të partit tjera. 2 milion që rritë në zonë. Sa i përket 2 milion që 2 milion që... Banja sa ti ki shëroj zore, se ti e... 2 milion që... 3 milion që... Keni manipulu shumë me 2 milion që... Edhe ti, edhe kësotnia tjetër. Atë 2 milion që është manipulu, ato janë publike, janë tjetër të organizatë, të raportet mund me shkujmon. Edhe këtë 1 milion që i cilin kësotria interpretojnë ligjin edhe ministri i ka mëson se është i jashtëligjshme. Njerë i tha drejtoreshës ndove bibliotekës, ta nuk jeti personi që e cakton a është kundralishëm ajo, pak më herët e to. Ati e personi i cili i shkru ministrijës i ka dusha është e jashtëligjshme edhe. I ki kalcu për mjetët e Kosovës, cilat i më tërku 1 milion euro të bujshve, të cilat ju pretendoni se pëllëtëja me partner të koalicionit ka dash një shpërtor, fatmirësisht para blokimit nga ministria, lista është publike në të cilën figuron kryetari Degës Aponës, kandidati Aponës për këshill kombëtar. Të cilët kanë ligjërisht që të cilët si fletar. Kështu që nëse është manipulim i PPD-s si një fondi, me dhënë kryetarit Aponës, kandidati për kryetar, edhe shumë njerëz të strukturës, atë ne dalë ku zotnia na shpjegoje. Edhe neve cili është manipulimi, po më e rëndësishmja, edhe sot e kësaj dite nuk ja ka sqaruar fuqishve që të cilat janë në pritje me një listë të cilët kanë fitu, janë shpallëmërat të tyre, edhe nuk janë ekzekutuar mjetës, vetëm për shkak një letrës ti. Po ky, se dive ky mirat me mjetët e Kosovës të ankuon, me kryetarën Ardita Sinani. Ky atritetin më politik, në pjesën e fundit, si fillestar që ka deklaru ky ka kryetari i tyre. Edhe atë që është rëndësishme. Atë që është, do të avës pas 2 minuta dhe kryta. Këtë që është e rëndësishme në... Nuk i ka gati një vetë, kur ishim bisedimet për koalicion. Kryetarit një, kryetarës Ardita Sinani e ka lutë një quftes në bovë. Ky person, edhe Mua personalisht si antar i delegacionit bisedimeve, që është persona me pozita kyqen apo në kanë thonë, në quftes, nuk kam pranë asona subjekti, edhe ati kryetari ty të cilin po akuzon, shku ju këllon tavolinë, kryetari bashkë me ndërimin. Pse jo? Ju kanë rrë tavolinë, po bisedime i kanë dhejtë gatitu, edhe së bimë, kryetari një, kryetari A unë se kam shumë partisi jo? Ky nuk ka më shumë. Unë se kam shumë partisi jo? Në institucion. Ky zotnia i cili e ka marrë një subjekt me 14 këshilltarë dhe ka rënë 7. A ke mos kështu? Unë jam komisioner të Përsi Lokale Kjerë, kur ky ka dalë me emër vetë për kandidat për deputet. 35 vota i ka marrë. Që dojna 15 vetë, asa që ta nuk ka marrë. Edhe ky të kemë po deputet, dojnë aty në televizion, tha, e ju keni intervjistë. Pa këto si edhe i ka të i bojkotu, tha shqiptarë se të partit e tjera të kanë bo ndane dhe në botë lista. Tërë nga sham, shek ka meri, 13 vota fitarë, edhe bojkotu. Maret kam bojkotu ty edhe Përsia Lokale Jotja, kam bojkotu për kryetar komune prej 14 në 7, veç për arsyeën se të e marrë me Kosovën, se e vëllë me qapë, që ka desyru. Kështu që presë me tonë qytetarë e përgjigje më. Ama ki bol për prezidentën e historisë. Do? Stereotarë lajmë. Ja, është e qitë. Në faktë, për jashtë një dy veta këtu që kam konsiderat, paka shumë
jenë mesatarja në nivellit të vëndësti që kanë bërë. Edhe këta tipa si puna jote që vazhdimisht Ardita, Shahiti, i glorifikojnë në njohë mirë, këta janë njohëmosh me vetë. Dojnë me gjithë personajet që në vetë plëcohë. Është kjo puna e shumicës ju në Ardine, edhe po zgjatë në ju në vozit, kursën i keni qetë sytë, për qështu këtu viktimizu, ja Albini, ja të pajtë të vajtu, i morët me një mledhë me në zemë, mo, mas 20 viteve. Ka një vit që sa herë të këtu shakin i boju, marrë të zot një, që një vit e ki marrë pushtetin, shak i bo ti për një vit. Shak i bo ti për një vit, dy të thullë, okej, nëse unë në të kaluarën, pas kam bërë gabime, që pas te gjithmonë, unë sot jam në opozitë. Dhe nuk është roli i opozitës ti me dalë me arsyetu pa aftësinë e qeverisë suve, shak i boti që një ka një vit këtu që ecë ekskluzione. Edhe e lojnë për karikat parë të shkoj, atje nuk e lojnë për shkak se është atë, po e lojnë si viktimë me preshjevës gjuna. As një rezultat konkret. Po unë jam i përmbushën me takimi nuk vullë me qenë për e ta. As nuk vullë për karikë. Gjëra që i kumbon jetë, i kumbon vetë. Nuk i më shepa as kurtit. Është në rast, ku ka pas nevoja, e ku qitë vetë qështë, ku pas nevoj mu mikru mas as kurtit. Tash, ju jeni ash parti, ta quj servile, jeni kudjone, që rolin e përfaqësimit e mërni ndërkohë trupin elektorale se kemi. Jeni parti me 4 këshilltarë që janë Bjanacë, e keni pushtu deputetin, e keni pushtu këshillin nacionale, e keni pushtu edhe këto sekretarët i natëve politike, tu marrë me taktizinë në shkama. Prandaj, ju PD-ja s'keni asnjëherë strategji, marrë në mend që thonë. Edhe sot bëhet njëri balancë, kur nuk është gjeni me tregu se cila është arsyeja pse ka bërë balancë. Për një vit asë një punë në vetë me e. I ka gënjë bujqit që do t'ja jep ka 15.000 euro. Ka një vit në bon zigzake, jo po s'ponalojnë Këshillin Nacional, jo po u anku kryetari. Viktim, arsyetim. Kur t'i kujti premton, dush premtimin i nejtë, brava, me avona në bujqut. 15.000 euro të premtu. Se ta ku marrë vota. Ku më rejnë. O, baba, nuk mund është. Për media e ke qut 600.000 dinarja ka dhona e kon islamin Bjanos për media. Bjanosa me informu Preshevën, imaginat. Jeni skandal i dhojt vetë. Une pëdëshën e kuptaj se u pat lodra këmija për rri që të pak të krytë të punë për vetë. Po shumë i vetëdishëm a i se me kur ka bërë. Prandaj dhe ikë. Po unë i di se nuk është po e shkurqimire me politikë. Edhe kur dalim dojnë moral, do figura që si lidhë kur gjohës me politikën, as me jetën e vetë akademike, as private, as kur gjohë, jënë modelin i të shtimi jetësor, dhe të bënë moralin e opinionit publik. Keni ardhë si viktima, tu viktimizu, edhe si viktima keni me shku. Po vëtë, ju keni narracion të lojës ferë, keni narracionet e atën e zigzagëve që t'ini i bonin. E për koshtë më është dhe kjo, mos e mërni si t'i shka përqinë. Që që, sa herë t'i fil, del me marë iniciativën një edhe i tu kishtë të tjera, thuj vetës ku i, shak i boqe një këtë. Avanturat të një adoleshente e gjimnazistë. Shtetë të përshimë është skandal, asë një opinion, asë një deklarat publike nuk e kemi kretarit komunës e cilë është roli edhe përfajsimi i sa. Dhe që ati do farë fotografi, do farë statuse në Facebook, një zotë të kush i shkruan, edhe kjo është përfaqësimi të një tëzë i Preshevës sonë të dashë. Jeni out, ka një vit që vetëm jam dhe i hisy. Dhe qytetarët mos me ndonë që nuk i di. Edhe prej tjitës më thonë, nga kjo pushtet nuk kanë më shgënjë qytetarët, se tjetë i bidur që janë të vetëdishëm edhe qytetarit i pa interesuar politikë se cila është potenciali i kësaj qeverisja dhe kësaj kryetarit që fa nuk në përshqipë. Prandaj, unë e ty kërkjes për koalicion kur në këmë qukë. Mund është me shpif sa dush. Asë kur në e ka interesi me bukur të unë e qistoj politikë
që ti mi pas ditët sa më të shkurta, jo me bashkëpunu me ty. Kur nuk që kërë. Po me jetu në politikë, do më marrë në politikë që ti ditët mi pas sa më të shkurta. Jo se nuk ma e marrë vejtë personale. Po je tërsisht e pa nervëshme, edhe e pa përgjeshme dhe pa dhe dishme në të karike ku je i ullë. Dhe ti këta s'ki për takë. Sa mja përmjë? Se me përmjë? Po që s'ki me përmjë? Qa ke kjo puna jote perfektivisht shto? Po opozita është institucion. Po që më ndaj nuk fjallë? Po qa janë të sjele e rëvante nga të kjere? Kush jeni që mu mandë fred t'ka të bashkë? Qa e? Qa unë të mushtoj? Hajde, po të starë. Po shkëm pa uzëvaj, qa të dajë? Jo, ty, ndërhynë ati si për mos me shenë. Kemi mund të sjellë, po kuptu. Për diskutima ka tjerë, disa kolegë, disa relutën në renditën, në moment që të prejme një ditë të sunë dhe nësme. Njëjtë vazhdoj qysh vazhdoj para polësinë. Andrzej, wyszło tym, że nie da. Ky ChatGPT-ja I PVD-s që I dhe këtë sendet, a s'di ku gjumë, veç dhe këtu me lujtërojnë e palachës, me shti me kesh njerës, që të do që I besojnë këtë rrëth vetës, edhe s'tot ku gjumë, që absolut. Po shkojmë me rend, dull e përsëriti fjallët e drejtorit Kurt Gjostarić. Çështja e programit të qendra për punë sociale është shumë e thjeshtë e definuar. Programin të qendra për punë sociale e ka miratu kuvendi. Nuk ka afat caktuar. Programin të qendra për punë sociale e ndërpret kuvendi. Çaj që e ka miratu. Kështu që kjo është çështja e kontratës edhe nenit të këtij ChatGPT-s që duhet me cekën. Që kjo s'ka të boje fare me nenin edhe kontratën. S'po june aty a është e liqme, a s'është e liqme vendos tjetër kush. Çështja e bujqve, une disa këmë dalë këmë sjaru, edhe ato me faktë këmë dalë, me video, keq përdorimin flagrant që ka bëhë Këshilli Nacional, me qatu mjetët e 1 milionshit, të cilat s'po mujnë, thojza mja dërzu, mja shpërnda bujqve, me qatu mjetët 80.000 euro I kanë hargju brenda 3 ditëve, prej tyre, me fakte pra po foli, s'po foli me hamendje, 16.000 euro kanë pagujtën për komisioner. Paramdoni, 16.000 euro të bujqve kanë pagu për komisioner. Mjetët e bujqve kanë fletë llogarit KNSH-s me 27 dhjetor, vendimi I Ministrisë ka orë me 27 janar. Për komisionerët që kanë kryer qatë punë për bujqit, ka pas hapësim një pagu 16.000 euro, ndërsa për bujqit ja që s'pas ka bujtën. Që kjo është çështja e bujqve. Sa I përket Ministrisë prapë mbroj, ne si parti kemi lyp sqarim. E ku mësek 100 herë prapë ceki, qofse gjen dikush që kemi bë ankesë ose kemi kërku prishjen e konkursit, atëherë le të dalet të ma dokumentoje. Edhe çështja e bisedimeve u cek Visar Mehmeti kur nuk ka kërku bisedime me PVD-n. PVD-ja në ato ditët e nxehta të korrikut nuk e zike vendi vend se kselet e tyre ora 1 natës vishin të une në shpe jalla qupi qumit tulmi bisedojmë aman mos I shkon bisedime e Rakmijës nuk e diti kush është Rakmi Mustafa që une I kum hyn bisedime I kum pas parimet e mia edhe ja ku jemi. Faleminderit.
Në spari, se kom një pyetje për drejtorin, po në spari pak me shpëtimin. I vetëmi këshiltar është që del në vërtore edhe bje shumej. Dhe se kuptoj këto, se është i provokim kjo. Qëto akuzat që po bohen këtë quftes për koalicion, do këtë edhe këto janë naive, sepse kjo është e natyshme. Në bohë, një ofert, edhe fituesi, si subjekt maj madh, ka drejtën me zgjedh partnerin e koalicionit. Që ky shpëtim mo, para 4 vjetëve, u deklaru se unë e prej dorën e se votoj Ragbi Mustafa. As e prej ti dorën, e për sultanin këtu edhe u kërpunën. Edhe tash me dalë me të akuzu, jo kini fje dhe s'kini fje. Po vëdeja super hajni ka bo, 2 milion euro për 2 minute i ka vjetë. 500.000 euro të doarit. Sporsin me të. Kush nuk der pi PVD-s mi thonë partnerit koalicionit, ku i moreve ato 2 banesa? Së shohni që ku jella, 2 banesa i ka marrë dhe laf drohome dhe se të drohome. Edhe e treta, e ka mush oborit me kjela, e ka mos ja autoplat, kur s'ku gëzon me darë mi thonë, ku i ki marrë? Edhe tash dhe mini jo ofert e ta ardita kryetare, po vetë se se bune. Me ato 2 milion, edhe në pushtet, e para të Albinit, që ti se kështë po pushtetin kur. Po të edhe Albini, edhe në pushtet, e tash kryet punën. Drejtor, e kom një pyetje. Nga a ushtu numri i shfrytzuesve për ndihmë sociale, shembull, nga viti 2024 në vitin 2025, a është rrit numri, a është i zvogël? Për diskutim apo tjetër? Gale Vëshiri. Volja shtemës dhe të rështirë. Unë në spaj për të përgozoj për vazhdimin e unëve që i kipo, pasi që jemi lidhën pak drejt për drejt, edhe të këmë bo shpesh presion lidhe me shkollën e shëshajës, që ka qenë pa legalizim, pa testin të rrjetit elektrik, pa në shkrimin e EFSI. Sami, dhe du të bëjë kështu misësisht, e di se që kam fjallat e punkrysi, për në mend nga galon në ngjecje, i shkon mirë në andimu. Për me po punë vetë, i shkon shumë në rëndësi për këtë akviznin e pompëve dhe më thonë që shkojmë dhe të leja përdurimit i këti objekti. Më thonë ka arrit deri në këtë pikë që pa boaj punën e vetë deri finalizim, na nuk gudzojmë me bo as me një shungujin, as të risem. Që që këtë të kisha kërku shumë njerëzish që në ndimojsh, bisedojsh me ta që ta kryrë punën e vetë deri në fund. Vesh këtë kisha pas mundësi, nëse ki mundësi, me ndiku i shkon fantasi. Për çështën e objektit shushaj po kjo. Që mos ta përsëris me rregullisht këto se mos i kena ardhur në pikën finalizimin, shumë njerëz e pritet e di shumë mirë që kena biseduar shumë herë më herët, me gjithë punën që ka bërë dekorin drejtori pak më herët, me gjithë respektin që ka punë gjithçka, tash është momenti i letrave. Financuesin që e njeh mirë, po është mirë të më fol, ne ta kryejmë në vet, ta timojmë me ta aktivitetin që ma gjë kam bërë. Faleminderit për diskutim apo tjetër. Drejtor, në qoftë se kime rronë për t'i, dhe pas ka e të rrëmë. Se për këtë pyetje se projekti është i votuar në kuvend. Jo, kemi të bëjmë me 2 projekte. Projekti i parë, në të cilin janë 7 punëtor, i cili është me pozicionin 0902-2021, i cili quhet shërbimet e bashkësisë. Ky është i votuar nga Këshilli Kombëtar.
Kurse, projekti përkrahja e personave në nevoja të veçanta, i cili është për 3 punëtor, ky është i votuar në kuvend. Edhe ky s'ka mund mu prek pa një vendim të kuvendit. Ky qetri me vendim të këshillit komunal, do të thonë ai shka e ka miraku, ai edhe e ka shpecizu. Tash pyetja tjetër ke Amiri, pas koka këtu, po nejse, me përjap si shifër, numri i shfrytëzuesve të ndihmave sociale është presher sillet nga 600 deri në 650 familje, do të thonë, se so aty individ. Për fat keq, tendenca deri në këtë moment që ku flasim nuk ka rënje pi vitit kaluar. Mirë po, tendenca shihet se migrimi është u ndiku edhe te numri i shfrytëzuesve. Unë kisha shfrytëzuar rastin këtu për fund që mi bo apel gjithë atyre të cilët i plotëson kushtet ligjore për shfrytëzim të ndihmave sociale në të vinë në vinë dhe në të aplikohen. Ato mjete i jep ministria, kemi komunat tjera që kanë shfrytëzues shumë më tepër se tena. Tena është një farë ngurrimi, nuk është marra me marrë ndihmë sociale. Sidomos në këtë kohë cilën po jetojmë na, i plotëson kushtet janë shumë thjeshta, nuk janë ku më ditë sa, në likume pse mos marrë po dhe me shfrytëzu këtë drejt. Se për ndryshe, unë e kom pritë se ka me shkue numri në randë. Vitin 2024, 650, rrët 650 shfrytëzues, Bojanoc 1200. Po aty në Bojanoc ndikon kjo përbërje etnike, se Rom ka shumë, edhe Rom e shfrytëzojnë të. Tena për fat keq, une e thash, une jam për ato që sa ma tjetër kemi. Se s'ke fashtë të të. Po. Amir, prej numri sillet prej 600 dhe në 650. Ndohë, thash, mos ma mirë, saktë se kjo ndryshon çdo ditë. Mundet plafon 700 që i vjetë. Ama, të vetëm, barikja po ka ullë. Është njëjtë me vitin e kaluar, mirë po frika jeme, shoh tendencë të tash, para se të këtu, shoh tendencë të rëndës, për shkak të migrimit. Migrimi është edhe vetëm, po unë e shfrytëzova rastin që i bua apel njerëzve në të vinë, marra nuk është. Sa mos me shfrytëzu, gjenë kitë Serbinë e shfrytëzojnë, ndihmën sociale. Ta shfrytëzojnë ata që kanë nevojë. Po sigurisht, jo, kushtet janë aty, sigurisht janë thonë. S'duhesh me pas vetur, s'duhesh me pas antarët e familjes dikën të punëson, ose që merr pension, s'duhet të kesh mbi 5000 metra tokë, kushtet janë mjaft precizume. Po, ata që i plotësojnë të kusha, se mos na, me shfrytëzu këtë drejt që e ka. Ju falënderit që... Faleminderit. Okej, vajnusi, dhe që lapsus, këto janë projekte, po janë programe. Edhe programi 1 edhe programi 2 është miratuar në kuvend. Edhe tash mund të shti me interpretu që shdosh. Çdo miratim në kuvend kalon përmes këshillit komunal. Kështu që është e vërtet që kanë kaluar në këshill komunal edhe njëri edhe tjetri. Mirë po të dytë kanë kaluar edhe në kuvend komunal. Vites më kujtohet, po besoj 2015-2014. Okej. Kështu që shohim. Diskutim, s'ka tjerë, edhe votim pikën e 7 e ditës. Kush është për? 23 kundër? S'ka, abstenim? S'ka.
Konstatoj se pika 7 e renditës, me 23 vota për, miratorë. Pika 8 e renditës, shqyrtimit për vëzim organizimit në vendin e fuqimit për programin e punës dhe planin financiar për vitin 2025 të qendrës për punë sociale. Ka për diskutim? Nuk ka për diskutim, edhe votim pikën e 8, për shëshkot. 23 për, kundër, s'ka, abstenim, s'ka. Konstatoj se dhe pika 8 e renditës, me 23 vota për, miratorë.